edhe pse ka sfida shumë të mëdha. Federata e Notit gjatë vitit 2025 bëri shumë përpjekje që ky vit të kulmon me suksese të mëdha dhe rritjen e numrit të garuesve, si dhe ngritjen e cilësisë së garuesve në sportin e Notit. Por ajo që ka vlen, që mendoj që është kryesore, që ta falenderojmë presidenten, e cila për momentin është e ngarkuar me detyrë, nuk është prezente, Rita Zeqirin, e cila bëri të pamundurën që të prezentoj Federatën e Notit në mënyrë sa më dinjitoze, e cila ishte pjesëmarrës në disa aktivitete ndërkombëtare dhe kështu prezenca e saj dhe e bordit të federatës na mundsoi që Kosova në vitin 2027 të jetë organizatore për herë të parë të ndrohet historia, për herë të parë të jetë organizatore e garës Multination, e cila do të mbahet në vitin 2027. Mendoj që na pret një sfidë shumë e madhe për vitin 2026, që të mobilizohemi të gjithë dhe të nxjerrmi një kualitet shumë më të lartë, sepse viti 2027 është shumë afër, por edhe viti 2030 ku do të mbahen lojrat mesatare është edhe më afër. Ju e dini fort mirë se diku rreth 40% e lojrat mesatare janë pjesë e ujit. E kështu që neve na presin detyrat mëdha që të mobilizohemi të gjithë së bashku.